Dëgjova atje një përfitus, gjasme dhe profesor, që Saliu është burr shteti. Në fakt të gjithë vullnetarët e shoqatave thonë Enver Sali Rama janë burr shtetas. Që të tre janë mëkatar me këtë popull. Sidomos ky që kemi mbështetur ne, mori fatet të djathtës në dorë, të cilat i shpërdoroi dhe të gjithë aksesin ja dha nomenklaturës së kuqe. Filloi me ligjin 7501, që toka u dha në përdorim, e më pas me ligjet e njëpasnjëshme, që toka u certifikua, kaloi në pronësi, bëri ligjin e legalizimeve, ligjin Shqipëria 1 euro, historinë nuk e rishkroi, shtresat e marginalizuara të shoqërisë nuk i ekuilibroi, nuk ju dha akses atyre, dhe sot dalin këta sharlatanët që grabitën pasurinë publike, janë bërë me miliona euro dhe thonë është burr shteti. Në fakt për ata është, por për popullin shqiptar jo. Lërja në historisë të vërtetoj se ç'kan bërë e më pas le t'i quajnë ata mbas 50 apo 100 vitesh, se çfarë janë këta. Sot e vetmja gjë që mund të bëhet, ju bashkë me ata drejtues të largoheni, të dalin të rinjt, intelektualët e papërlyer, të krijojnë alternativa dhe të udhëheqin popullin. Prandaj edhe njëherë, ju sharlatan që dje lëpinit Bashën, sot thithni Berishën, anatemuat njerëzit e punës dhe jeni sot vetë në për ato karrige. Gjithsesi, gjithçka që keni bërë do ju kthehet në shpinën tuaj. Do ta vuani se s'bën.